Takimi me Esau, Zanafilla 33. Të lexojmë vargjet kyçet për këtë kapitull. Por Esau i vrapoi përpara, e përqafoi, u hodh në qafë dhe e puthi dhe të dy qanë. Vargu 4. Sepse e pash fytyrën tënde sikur të kisha parë fytyrën e Perëndis, dhe ti më ke pritur mirë. Vargu 10. Pastaj ngriti aty një altar dhe e quajti Elohe Izrael. Perëndia është Perëndia e Izraelit. Vargu 20. 20 vjet frikë dhe pastaj një përqafim. Jakobi kishte pritur ushtri, kishte përgatitur dhurata për ta zbutur zemërimin, e gjeti zemërimin tashmë të zhdukur. Dhe kjo është dëshmia më e madhe e kapitullit. Ndërsa Jakobi luftoi gjithë natën me Perëndin, Perëndia kishte punuar me zemrën e Esaut. Ne lutemi për një person, Perëndia punon te ai person para se ne të mbërrijmë. Konteksti historik dhe kulturor. Përkuljet e Jakobit u përkul deri në tokë 7 herë. Vargu 3. Ishte gjesti më i lartë i nënshtrimit në botën e lashtë. Në letrat e Amarnës, mbretërit vasal shkruanin se përkuleshin 7 herë dhe 7 herë, domethënë 14 në total, para faraonit. Pra Jakobi po i afroi vëllait si vasal para mbretit, jo si i barabar. Njeriu që kishte marrë bekimin, ti do t'jesh zot i vëllezërve të tu, 27-29, tani përkulet 7 herë para atij vëllai. Por ulja e vërtet nuk kërkon të vërtetoje përsinë e bekimit. Dhuratat që Jakobi këmbgulit i jepte kanë një fjalë të veçantë në origjinal. Tek vargu 11 ai nuk e quan më dhurat, minha, si te 32-13, por berakah, bekimin tim, fjalë për fjalë. Prano të lutem bekimin tim që të është sjell. Kjo nuk është rastësi. 20 vjet më parë Jakobi kishte vjedhur bekimin e Esaut. Tani po ja kthente këtë bekim. Nuk mund t'i kthente të vjetrin, por mund të jepte prej të vetit. Pendimi i vërtet nuk mjaftohet me fjalë, kërkon të kthej diçka konkrete. Të shikojmë vargjet 1 deri në 3 të këtij kapitulli. Jakobi kalon para. Jakobi pa Esaun me 400 burrat dhe i ndau fëmijët sipas nënave, shërbëtoret e fëmijëve të tyre përpara, pastaj Lea me të saj dhe Rakela me Jozefin në fund, vargjet 1 dhe 2. Vini re se rish favoritizëm, tani i shprehur në rënd rreziku. Jakobi ishte ndryshuar te Jaboku, por jo çdo gjë ndryshon në një natë. Megjithatë ka dhe diçka të re. Ai vet kaloi para tyre. Vargu 3. 20 vjet më parë do t'i kishte lënë të tjerët përpara. Tani i çali plagosur, i pambrojtur, ai shkon i pari. Njeriu i ri ecën përpara familjes së vet, jo prapa saj. Vargu 4. Vëllezërit përqafohen. Por Esau vrapoi përpara, e përqafoi, ju hodh në qafë dhe e puthi dhe të dy qanë. Vargu 4. 4 folje më radh. Vrapoi, përqafoi, u hodh, puthi. Dhe pastaj lotët. Askush se priste këtë. As Jakobi që kishte përgatitur dhurata, strategji dhe lutje, zemra e Esaut ishte zbutur, dhe teksti nuk na thot se si. Perëndia punon në njerëz që si i shohim, në kohë që se dim. Kjo sken do të përsëritet një ditë në fjalët e Jezusit. Kur ishe ende larg, jati e pa dhe i erdhi keq dhe duke vrapuar i ra në qafë dhe e puthi. Luka 15:20. Ati i djalit plangprishës vrapon si Esau. Ndoshta Jezusi e kishte pikërisht këtë skan në mendje. Dhe vini re se çfarë mungon te takimi. Asnjë fjalë qortimi, asnjë e mban mend çfarë më bëre, asnjë kërkesë shpjegimi, por vetëm lot. Falja e vërtet nuk kërkon të tjetrit të përulet plotësisht para se ta pranojnë. Ajo vrapon përpara dhe përqafon. Vargjet 5 deri në 11. Pranoje bekimin tim. Esau pyeti për gratë dhe fëmijët dhe Jakobi u përgjigj: janë fëmijët që Perëndia pati mirësinë t'i jap shërbëtorit tënd. Vargu 5. Vini re, përgjigja e tij fillon me Perëndin, pastaj Esau pyeti për kopet e dërguara: ç'ke ndërmend të bësh me tëra atë grup? Dhe Jakobi: për të gjetur hir në sytë e zotërisë tim. Esau refuzoi: kam mjaft, vëllai im, mbaje për vete atë që është e jotja. Vargu 9. Fjalë të bukura nga njeriu që dikur kishte thënë: po vdes nga uria për një pjatë supë. Esau ishte bërë i pasur dhe i kënaqur. Por Jakobi këmbguli, dhe këtu vjen fjalia më e thellë e kapitullit. E pash fytyrën tënde sikur të kisha parë fytyrën e Perëndis. Vargu 10. Kujtoni një natë më para i kishte thënë: e pash Perëndin ballë për ballë.
te Penieli 32-30. Tani përdor të njëjtat fjalë për fytyrën e vëllait. Kuptimi aty ku pres gjykimin dhe merr mëshirë ke parë fytyrën e Perëndisë. Falja e njeriut është pasqyra e faljes hyjnore. Dhe pastaj, prano të lutem bekimin tim, sepse Perëndia që shumë i mirë me mua dhe unë kam gjithçka. Vargu 11. Njeriu që gjithë jetën kishte kapur e marr, tani thot kam gjithçka dhe jep. Vargje 12 deri në 16. Ftesa që u refuzua me mirësjellje. Esau ofroi, le të nisemi dhe të ecim, dhe unë do të shkoj para teje. Vargu 12. Jakobi refuzoi me arsye praktike. Fëmijët janë të njomë, kopet me qumësht. Nëse i shtym shumë do të vdesin. Shko ti përpara, unë do të vi ngadalë derisa të arrijë zotëria im në Seir. Vargjet 13 dhe 14. Dhe pastaj Esau ofroi të linte disa burra për shoqërim, Jakobi refuzoi sërish. Dhe teksti thot, Esau u kthye në Seir. Jakobi shkoi në Sukoth, vargje 16 deri në 17. Drejtim krejt tjetër. A gënjeu Jakobi? Teksti nuk e thot hapur, por drejtimet flasin. Ai nuk shkonte kurrë në Seir. Ndoshta ishte urtësi, dy familje aq të mëdha me histori aq të rëndë, ndoshta duhej të rrinin larg, ndoshta ishte ende një fije e vjetër e Jakobit që s'kishte vdekur ende. Bibla e le të hapur, por ka një mësim të qartë, pajtimi nuk të thot gjithmonë bashkëtesë. Ndonjëherë falja e vërtet përfundon me përqafim dhe pastaj me rrugë të ndara, dhe edhe kjo gjë është në rregull. Ajo që s'është në rregull është të thuash po vi kur nuk ke ndërmend. Vargjet 17 deri në 20. Sukoth, Sikem dhe altari. Jakobi ndaloi në Sukoth, ndërtoi shtëpi dhe kasolle për bagëtin, vendosje e përkohshme. Pastaj kaloi në Sikem dhe u vendos përballë qytetit, vargu 18. Dhe bleu tokë për 100 copë argjendi, vargu 19. Vini re Jehonën. Abrahami kishte bler tokë në Hebron, kapitulli 23, dhe tani i nipi blen tokë në Sikem. Të dy patriarkët blen tokë me para në vendin që Perëndia u kishte premtuar falas. Besimi vepron edhe kur premtimi ende s'është plotësuar. Dhe pastaj ngriti aty një altar dhe e quajti El Elohe Israel. Perëndia është Perëndia e Izraelit. Vargu 20. Kujtoni kapitullin 31, thot Perëndia e Izraelit, Perëndia im, duke përdorur emrin e ri që sapo kishte marrë. Besimi i trashëguar u bë besim personal. Ky është altari i parë që Jakobi ngre me emrin e vet të ri dhe është dëshmia më e qartë se natat e Jaboku e ndryshoi vërtet. Por ka edhe një hije në fund. Perëndia i kishte thënë ktheu në Bethel 31:13. Vendi i zotimit të tij. Jakobi ndaloi në Sikem afër, por jo aty ku duhej. Kapitulli 34 do tregoj çmimin e rënd të kësaj ndalese. Bindja e pjesme është vonesë me pasoja. Perëndia do të duhet t'i thotë sërish në kapitullin 35, çou ngjitu në Bethel. Fjalët kyçe të kapitullit. Bekimi im, vargu 11. Fjala origjinale beraka, e njëjta fjalë e bekimit të vjedhur në kapitullin 27. Jakobi zgjedh me qëllim këtë fjalë. Prano bekimin tim. Nuk mund ta kthej bekimin në atit, por jep prej të vetit. Pendimi që kushton diçka është pendimi vërtet. Krahasohu Zakeun tek Luka 19:8. U përkul 7 herë. Vargu 3. Folja origjinale shahah, të përkulesh deri në tokë të adhurosh 7 herë, në shtrim i plot. Njeriu që kishte luftuar gjithë natën me Perëndin dhe kishte fituar tani përkulet 7 herë para vëllait. Kush fiton me Perëndin mëson të përulet para njerëzve. Kam mjaft, kam gjithçka. Vargjet 9 dhe 11. Esau thot kam radh, kam shumë. Jakobi thot kam kol, kam gjithçka. Dallimi i vogël fjalësh, i madh kuptimi. Esau ka shumë gjëra. Jakobi ka gjithçka, sepse ka Perëndin. Pali do ta thot si të varfër, por që pasurojnë shumë veta. Si njerëz që s'kan asgjë, por zotërojnë çdo gjë. E 2 Korintësve 6:10. El Elohe Israel. Vargu 20. Perëndia e Izraelit, emri i altarit bashkon me emrin e Perëndis, me emrin e ri të Jakobit. Kjo është shenja e besimit të pjekur. Jo më Perëndia i babait tim, por Perëndia im.
çdo brez duhet ta bëjë vetë këtë kalim. Besimi nuk trashëgohet si pasuri, merret si vendim personal. Sukos, vargu 17. Emri origjinal Sukot do të thotë kasolle ose tenda, nga kasollet që Jakobi ndërtoi për bagëtin. Ky emër do të bëhet më vonë emri një prej festave më të mëdha të Izraelit, festa e kasolleve. Levitiku 23 vargjet 42 dhe 43. Kur populli banonte në kasolle për të kujtuar udhëtimin nëpër shkretëtir, vendi ku Jakobi ndaloi përkohësisht, u bë emri i festës që kujton se ne të gjithë jemi kalimtar. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Skena e vargut 4 është një nga parapamjet më të qarta të Ungjillit në të gjithë zanafillët. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe i erdhi keq dhe duke vrapuar, i ra në qafë dhe e puthi. Luka 15:20. Djali plank prishës kishte përgatitur një fjalim, si Jakobi kishte përgatitur dhuratat. Të dy prisni gjykim, të dy morën për qafim dhe në të dyja rastet ai që ishte fyer vrapoi i pari. Kjo është zemra e Ungjillit. Ne përgatisim justifikime, Perëndia përgatit për qafim. Jakobi tha, e pash fytyrën tënde sikur të kisha parë fytyrën e Perëndisë, sepse falja e papritur ka gjithmonë erën e qiellit. Dhe pajtimi mes vëllezërve është pikërisht ajo për të cilën Jezusi foli me aq seriozitet. Nëse ti po e sjell ofertën tënde te altari dhe atje kujtohesh se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëre ofertën para altarit dhe shko më parë të pajtohesh me vëllain tënd. Mateu 5 vargjet 23-24. Vini re rendin te Jakobi, ai u pajtua me Esaun dhe pastaj ngriti altarin. Vargu 20. Adhurimi i vërtet vjen pas pajtimit, jo para tij. Perëndia nuk pranon dhurata nga duar që mbajnë ende mëri. Dhe së fundi, pali na jep parimin që Jakobi e jetoi, po që e mundur dhe aq sa varet nga ju jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Romakëve 12:18. Aq sa varet nga ju. Sepse pajtimi kërkon dy. Jakobi bëri pjesën e tij, shkoi, i pari u përkul, dha, Esau bëri të tijen, vrapoi, përqafoi, fali. Kur të dy bëjnë pjesën e tyre, ndodh mrekullia. Aplikimi për ne sot. Në fshatrat tona ka pasur gjithmonë familje që s'flisnin me njëra tjetrën për vite, ndonjëherë për një kufi are, ndonjëherë për një fjalë të dhënë në dasëm. Dhe ka pasur edhe ditë kur dikush ka bërë hapin e parë, një vizitë, një kafe, një hajde të harrojmë. Ata që kanë qenë të pranishëm thonë të njëjtën gjë, kishte lot. Zanafilla 33 është pikërisht ajo ditë. Nga ky kapitull neve marrim. Së pari, shkoi pari edhe kur ke frikë. Jakobi kaloi para familjes së qalë dhe i pambrojtur. Pajtimi kërkon dikush të bëj hapin e parë. Dhe ai dikush mund të jesh ti edhe nëse si e fajtori kryesor, mos prit që tjetri të lëviz, shko. Së dyti, lutu për personin para se ta takosh. Ndërsa Jakobi luftonte me Perëndin natën, Perëndia po zbuste zemrën e Esaut. Përpara një bisede të vështirë me bashkëshortin, fëmijën, kolegun, lutu për zemrën e tij. Ti nuk mund ta ndryshosh dot, por Perëndia po. Së treti, pendimi i vërtet kthen diçka konkrete. Jakobi nuk tha vetëm më fal. Dha bekimin e vet, pasuri të vërtet. Nëse ke marrë diçka që nuk është e jotja, para, nder, kohë, besim, pyet, çfarë mund të kthej konkretisht? Fjalët pa vepra janë gjysma e pendimit. Së katërti, mos e shty pajtimin duke pritur çastin e përsosur. 20 vjet Jakobi mendonte se Esau donte ta vriste. Ndoshta zemërimi kishte kaluar shumë më herët. Sa marrëdhënie mbeten të vdekur vetëm sepse të dy mendojnë se tjetri është ende i zemëruar. Merr telefonin, pyet, mund të presësh edhe një përqafim. Së pesti, pajtimi s'do të thotë gjithmonë bashkëjetesë. Jakobi dhe Isau përqafuan dhe pastaj morën rrugë të ndara. Disa marrëdhënie shërohen plotësisht, të tjera arrin paqen me distancë, të dyja janë fitore. Por bëj kujdes me një gjë, mos premto atë që s'do ta mbash. Ndershmëria është pjesë e pajtimit. Së gjashti, mos ndalon në Sikem. Kur Perëndia të tha Bethel, Jakobi u vendos afër, por jo ku duhej, dhe kapitulli i ardhshëm do të tregojë çmimin. Bindja e pjesme duket e sigurt, por ka pasoja. A ka ndonjë vend ku di se Perëndia të ka thirrur dhe ti
ndaluar gati aty? Vazhdo rrugën deri në fund. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 33 na mëson Jakobin që kalon i pari, i qalë dhe i përulur. Mësojmë për Esaun që vrapoi, përqafoi dhe qau. Pas një fjalë hakmarrje, bekimin e kthyer si pendim konkret. Fjalinë e madhe e pash fytyrën tënde sikur të kisha parë fytyrën e Perëndisë. Pam ftesën e refuzuar me mirësjellje dhe rrugët që u ndan, dhe altarin El Elohe Israel, ku besimi i trashëguar u bë besim personal, por edhe hijen e Sekemit, bindja që ndaloi gjysmë rruge. Varg për të mbajtur mend. Por Esau vrapoi përpara, e përqafoi dhe të dy qanë. Zanafilla 33:4. Ndërsa ti përgatit fjalimin, Perëndia mund të ketë përgatitur tashmë përqafimin. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush, Zoti ju bekoft.